Është folur shpesh për kilometrin e fundit, por në këto momente kemi hyrë në orën e fundit, miq të dashur, para se të ndahet historia e Shqipërisë në para dhe pas votimit për Belinda Ballukun. Blet Kokën kam në studio, zoti Koka, mirëmëngjes. Faleminderit që erdhët në këtë orë. Gjithashtu do të kemi Bardha Spahin në lidhje të drejtë për drejtë, duhet të jetë në terren pashmangshmërisht. Zoti Spahia, përshëndetje. Përshëndetje Flamir. Ta fillojmë nga studio, cila është përmasa e vërtetë e ditës së sotme, Koka? Shiko, dita e sotme është një ditë e cila i shërben të gjitha tyre që kishin një, po themi, një lloj besimi të gënjeshtarët e rilindjes, se ata realisht ishin për drejtësinë dhe kundërta ishte, pra mazhoranca mbështeste drejtësinë dhe ishte opozita ajo që me deklaratat e saj apo me protestat e saj e vinte në diskutim, si me thonë, fuqinë e drejtësisë. Ndërkohë ne kemi thënë gjithherë që lajmi i keq për një vend, ose për të kuptuar se në autokracinë e një vendi, do të shikosh momentin që opozita është kritik me drejtësinë dhe mazhoranca mbështet ato, kjo është një ditë e keqe për vendin. Sot gjërat praktikisht në thelb kanë shkuar në vendin e tyre. Ose ashtu siç kanë qenë gjithmonë, ashtu siç ka qenë e vërteta gjithmonë. Pra, nuk ka qenë opozita që kishte frikë nga drejtësia, se drejtësia po i hetonte liderin e saj. Sepse ajo që ka bërë drejtësia me Sali Berishën ka qenë vetingu më i rëndësishëm dhe medalja e nderit që Sali Berisha ka marrë në supin e vet, një njerëz që zbaton ligjin dhe nuk bën ligje preferenciale. Pra, dje, po themi, kësaj qeverie, ose ju anullua, ose vetë anulluan tenderin e radhës. Porto Romano. Dhe pyetja është për gjithë qytetarët që na ndjekin. Merrni një tender, një prokurim që ka bërë kjo mazhorancë nga 2013 deri sot dhe gjeni një rast kur tenderi minimalisht nuk ka pasur probleme dhe maksimalisht nuk ka qenë një mega vjedhje, siç po verifikoj, siç po rezultojnë të gjitha rastet. Pra, secili prej këtyre tender, secili prej momenteve kryesore kyçe me cilët ky qeveri ka marrë vendimet e saj, të gjitha janë gjëra në pikpyetje të rrezikshme dhe të dëmshme, jo vetëm për financat, jo vetëm për vjedhjen, por edhe çfarë është rëndësishme për vendin. Dhe gjë më të rëndësishme se sa për të flasësh për portin kryesor të vendit, nuk ka. Dhe sot Shqipëria ka një gjysmë gjel port që e kishim port operativ dhe ka një port në tentativë i cili nuk shërben. E di gjithë dynjaja që Porto Romano sa do të investohet aty nuk bëhet dot porti që ka qenë Durrës. Ky është një problem parë. Ndërkohë në del një problem tjetër që ke porti që po donin të ndërtonin, ishin çikrose. E kupton? Dhe kjo është kjo është moment shumë delikat dhe çfarë ka bërë? Çfarë po ndodh? Sot zoti Rama po vendos një herë mirë duke bërë hapa dhe kemi thënë shpesh herë. Dhe vjen momenti të thotë që shiko, me votat që kam unë, s'na duhet. Po ai se ka dashur për mua. Nëse ka pasur njëri që e ka minuar BE-n, rrugtimin e BE-s, vetëm për Vangjel Drekon, që sa i vet nuk e di. Si quhet Vangjel Drekon 2011 ishte kryetari i Këshillit të Qarkullor që u shkarkua me votë nga pozicioni. Dhe kryetari Partisë Socialiste, sot kryeministrat, mori një vendim që të bllokojë miratimin e 3 ligjeve që as nuk e di se çfarë janë ato 3 ligje. Në miratimin i kërkonte Bashkimi Evropian të miratoheshin që të vazhdohet të çeleshin negociatat. Pra ato që u çelën në 2023-shin do të ishin çelur në 2013-ën. Dhe kjo fal kësaj mazhorancë. Dhe kjo mazhorancë pastaj deli thotë tyre që do t'ju jap pasaportën evropiane, del kosi thartohet edhe thotë që jo. S'ka më 2028. Dhe di çfarë ka thënë Kos ka thënë një gjë shumë të rëndësishme dhe kemi thënë shpesh neve. Ne nuk kemi ndërmend të implementojmë në trupin e Bashkimit Evropian sinon shtetet të cilat e kanë korrupsionin brenda. Gjeje se kush shkëlqen në listën e Transparency International së fundmi në fund të listës. Shqipëria. Zoti Spahia, topi është në fushën tuaj. Pozicioni i kryeministrit është tani më i qartë. Kosto që do të marrë përsipër ai është llatarshme politikisht, por megjithatë ndoshta nuk ka pasur rast tjetër më të përshtatshëm për të pyetur opozitën se sot çfarë do të bëj opozita. Shiko Flavio, në fakt sot është një ditë e zezë për demokracinë e Shqipërisë, për institucionet e pavarura shqiptare. Sot Rama ka vendosur ta shpall veten mbi ligjin, duke marrë atë vendim për ta mbrojtur me çdo kusht zëvendësen e tij. Belinda Balluku ka shi drejtësisë apo përballjes së saj me drejtësinë. E ka për qartë asnjë në afera. Por ajo çfarë është akoma më shqetësuese është fakti se si Edi Rama po përdor forcën e kartonëve dhe të kësaj mazhorance
për të mbrojt në fakt jo thjesht Belinda Ballukun, po për të mbrojt veten e vet, i cili është qartazi i përfshirë në këto afera madhore korruptive nga përballja me drejtësinë. Dhe përdorja sot, vendimi për ta përdorur sot Parlamenti shqiptar si mburoj ndaj drejtësisë është një, le të themi, një përshkallëzim negativ i pa precedent në historinë politike pluraliste të këtij vendi. Ana tjetër, sot duhet të jetë edhe një pikthese e fortë për jo vetëm për opozitën shqiptare, po për gjithë popullin opozitar, për gjithë qytetarët e thjeshtë, të cilët tashmë nuk duhet të kenë as edhe një dyshim se kush është Rama i vërtet. Sot ai ka heq maskën, sot ai ka vendosur që haptrazi në mënyrë publike ta vendos veten mbi ligjin dhe të përdor forcën e numrave të kartonave të grabitur në fakt qytetarëve shqiptar për të mbrojtur veten dhe njerëzit në entourazhin e tij rreth rrotën e tij në përballjen me drejtin. Unë besoj se tani më çdo qytetar ka të qartë, reagimi do të jetë i jashtëzakonshëm. Jo pa qëllim e kemi thirrë këtë protestë të qytetarëve në një moment shumë kritik, kur Parlamenti shqiptar do të vendosë në mënyrë të turpshme mbrojtjen e hajdutëve me forcën e kartonëve, çka ka bërë që besoj edhe në sytë të çdo qytetari të ndershëm kjo mazhorancë të dalë ashtu siç është, të dalë si një grup kriminal, si një grup hajdutësh që mbasi futën duart në xhepat e qytetarëve shqiptar me aferat madhore korruptive. Dhe këtu duhet kujtoj aferën 130 milion euro, vjedhjen 130 milion euro me inceneratorët, vjedhjen 630 milion euro nëpërmjet koncesioneve në shëndetësi, apo aferën madhore me 4 miliard euro të portit të Durrësit, ashtu siç aferat e tjera të Akshit, të tjera, apo të loteve të Unazës, apo të tunelit të Llogarat. Pra, po duhet të them me këtë që lista e aferave korruptive, e grabitjes të parave publike, parave të qytetarëve shqiptar është e pafundme. Dhe në këtë kontekst, reagimi i qytetarëve duhet të jetë paktën në proporcion me këtë vjedhje dhe grabitje të përditshme që kjo band kriminale u bën atyre. Zoti Spehia, si do të jetë skenari? Do të futeni në seancë, do të përpiqeni ta ndërprisni atë, apo do respektoni procedurën dhe më pasi të merrni, le të themi, rezultatin që ka parashikuar Rama për Ballukun? Do të veproni? Ne do të dëgjojmë relacionin e Komisionit të Mandateve. Me çdo gjas, siç shikohet, kjo mazhorancë është tani më në rrugën paksim të përplasjes me interesin publik dhe qytetar. Ka vendosur që të votoj në mbrojtje të Belinda Ballukut, pra duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit dhe hapjen e rrugës së drejtësisë për arrestimin e zotërit Balluku. Në këtë kontekst, qytetarët shqiptar, ne jemi në mendimin që qytetarët shqiptar duhet të kenë mundësinë ta shikojnë vetë këtë vendim të turpshëm, të sotëm të kësaj mazhorance në Parlamentin shqiptar. Pastaj veprimet e tjera do të shikohen edhe në bazë të zhvillimeve brenda Parlamentit. Ndërkohë, jashtë Parlamentit, të lutem me pamje ndihmo regjia, duket se masat po merren serioze. Kryeministri Koka ka kaluar vijën e kuqe politike, po edhe të veprimeve konkrete. Opozita, cilën vijë mund të kaloj sot dhe qytetarët shqiptar? Shiko, mendoj që kryeministri po mundohet të mbyll, si më thon, një moment të zezë të qeverisë të tij, por besoj që kjo do të hapi kutinë e Pandorës. Që do thotë, pyetej çfarë mund të bëjë opozita. Për shembull, nëse sot mazhoranca, po them unë, vendos
se deri në fund mbetet për të parë. Pra unë akoma kam një pritshmëri. Ke një dyshim që mos autorizojnë? Po kam një dyshim time sepse për shembull arrestin e Ballukut? Po minimalisht po lexoj një artikull tani, i cili është në Internationale Politike, është një faqe që merret kryesisht me Bashkimin Evropian dhe në flet për pozicionin aktual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në raport me integrimin e Bashkimit Evropian. Dhe situata është kjo, që Malizi është në fast track, është në korsinë e shpejtësisë për shkak të performancës së saj. Ndërkohë çfarë thotë për Shqipërinë? Ndërkohë thotë Shqipëria është në një moment kritik që ka të bëjë sidomos me marrjen e një raporti pozitiv nga interim benchmark assessment report ose IBAR, që është vendimi përfundimtar moral që pranon mbylljen e kapitujve. Vetëm se thotë ka një problem artikulli. Problemi është që Berlini, me qira fjala i Berlini, hegemonia e korruptuar etj. Ata që s'kan moral të na bëjnë moral. Nuk munden ata të na flasin për korrupsion të hapin mend. Ata, Berlini thotë ndryshe nga vendet e tjera, thotë artikulli, e ka marrë shumë seriozisht rastet e fundit të korrupsionit dhe mënyra si po trajtohet nga Shqipëria kjo. Dhe nëse nuk ka një reflektim ndaj kjo. Është ai testi kritik që citohet. Pra, sot ky artikull paralajmëron që jo testi kritik, nëse qeveria vazhdon në këtë drejtim me mënyrën si trajton korrupsionin, Shqipëria mund t'i bllokojë negociatat. Dhe kjo është një alarm. Kjo është një alarm i cili nuk shkon vetëm për opozitën, por shkon për gjithë qytetarët. Pra nëse realisht integrimi është vokacioni i këtij vendi që prej vitit 1990 kur e donin Shqipërinë si gjithë Europa, sot ka një rast konkret i cili pa në rastin konkret Berlini, Gjermania ka thonë shpesh ka thonë qartë shqiptarëve, un kam probleme me këtë gjë. Ka sjell dosje nga Spaku që duhet hetohen dhe që si më thënë sot zoti Rama do futet në një kolizion tjetër mendoj unë dhe kjo mbet për të parë me Bashkimin Evropian dhe me atë që ishte premtimi i parë një viti për çeljen e negociatave, mos saktë për mbylljen e negociatave, pse edhe për tentuar një antarësim në Bashkimin Evropian, sepse ka momente shumë mirë. Pra ata duan të bëjnë një korsi shpejtësie si për Ukrainën, si për Malinezi, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Islandën. Mundësia është aty dhe gjese kush e minon këtë gjë, e minon mënyrën se si ne veprojmë. Që do thotë, unë them që nëse zoti Rama e ndërmerr këtë moment sot dhe e pengon këtë gjë, atëherë unë mendoj që opozitës i lindë drejta, them unë, që ato që kanë parë në dosjen e famshme të Berlinit, për cilën kanë marrë betimin për të mos i nxjerrë, por edhe kanë bërë shumë mirë deri më sot, nëse kjo gjë nuk miratohet, atëherë minimalisht opozita që lëndor qytetarëve pastaj ta bëjmë vlerësimin. Atëherë opozita ato bomba duhet t'ia dorëzojë qytetarëve, duhet t'i publikojë për dijen e qytetarëve, të paktën qytetarët mos kenë asnjë lloj dyshimi se kush është Belinda Balluku, se me çfarë bandash ajo kërcënon dëshmitarët, se si ajo ka negociuar dhe ka dëmtuar interesat e tyre dhe interesat kombëtare dhe të kuptojnë arsyeën se pse 1.1 miliard euro të hedhura sidomos në infrastrukturë përfunduan nëpër kanale siç e tregoi, si më thënë, situata dramatike që shiu janar që shiu faj nuk e kishte. Fation Gjinaj është në terren sepse duket se plan vendosja e policisë është ndryshe nga protestat e tjera, as qytetar, as kalimtar, as protestues. Fation, çfarë po sheh në vendngjarje? Përshëndes Flavio, ndodhemi në hyrje të pedonales kryeqytetit, rruga që lidh përkombësor. Edhe një herë të lutem ndjes Fation, nuk e di nëse unë në studio nuk mundem të dëgjoj apo edhe publiku në shtëpi. Të lutem Fation edhe një herë të dëgjojmë. Po, tani po. Ndodhem në hyrje të pedonales, ku nis përshkrimi i saj nga kuvendi drejt sheshit Skënderbej. Pas krave të mirë është vijimi i pedonales, janë 2 garde policore metalike të vendosura në hyrje të pedonales nga krahu në anën e kuvendit, si dhe nga krahu tjetër i pedonales Tiranës. Janë rreth 60 metra të izoluara dhe një aks që futet për tek dera anësore e selisë zhvillimit të seancave plenare, e lënë për të kaluar deputetët dhe përfaqësues tjerë të kuvendit, por ajo çfarë bie në sy ka të bëjë me faktin se qytetarë nga 2 krahët e hyrjes në pedonale ndalohen të kalojnë në të 2 krahët e rrugës, qoftë ata që i drejtohen protestës për të ardhur nga bulevardi Dëshmorët e Kombit apo nga sheshi Skënderbej në drejtim të kuvendit, por qoftë edhe ata që ndjekin sens të kundërt dhe ju duhet të bëjnë disa
metra të stërgjata për të gjetur rrugë alternativë edhe protestuesit që janë përgjigjur thirrjes së opozitës për të marrë pjesë në protestën e sotme që pritet të nisë paralelisht me seancën plenare ku votohet për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut për t'japur rrugë arrestimit të saj nga SPAK. Ajo çfarë vihet e re, jo vetëm protestuesit që në fakt janë drejtuar në numër të shumë nga gjitha qytetet e vendit për të bashkuar protestës kombëtare, por pengon edhe qytetarë, zyrtarë dhe punonjës të sektorëve të ndryshëm që janë në aktivitetin e tyre të përditshëm, do duhet bëjnë disa kilometra më shumë nëse kanë zgjedhur një rrugë për të ecur në këmbë në Tiranë që të shkojnë në destinacionet e tyre, pasi janë të ndaluar nga gardhet metalike policore. Me edhe liderin e opozitës, zotin Sali Berisha, që shkon në selin e Partisë Demokratike, në Selim Blu, do të ketë një mbledhje grupi atje, do të koordinoni çfarë do të diskutoni, zoti Spahia? Po patjetër, është një mbledhje normale, si çdo herë përpara fillimit të seancës plenare, zakonisht bëhet një mbledhje grupi për të rakorduar edhe qëndrimet dhe aktivitetin tonë brenda sallës të parlamentit. Ajo çfarë desha të shtoj është pikërisht ajo çfarë përcolli kolegu juaj nga terreni, është pasqyrim i qartë i frikës së jashtëzakonshme që kjo qeveri ka nga njerëzit e lirë, nga protestuesit, nga populli opozitar. Në fakt edhe ky përshkallëzim i reagimit policor tregon që tani më Edi Rama shpëtimin e vetëm mendon ta gjej tek përdorimi i resurseve le të themi shtetërore, publike, institucioneve si policia, shtetit e tjerë për të shtypur në një farë mënyrë reagimin qytetar. Në vend që të fokusohej tek domosdoshmëria e bërjes transparent e hapjes së dyerve të drejtësisë për njerëzit e kapur në vjedhje, ai vjell të përdor dhunën dhe ta përshkallëzoj madje atë ndaj qytetarëve. Në kontekstin mendoj se janë shejat e gramave të fundit të një pushteti të shkërmoqur tani më në peshën e aferave të madhore korruptive dhe kambinjen e plot që veç do të shtoj reagimin qytetar dhe nevojën për ndryshim. E kuptoj. Dakor, të zoti Spahia, duhet t'ju përshëndes se besoj duhet të jeni afruar tek Selia për atë mbledhje që sapo paremruam dhe patjetër që do të jemi me një sy jo vetëm nga PD-ja, por edhe nga ajo që do të ndodhi sot në Kuvendin e Shqipërisë. Para se të bëhet gati kolegu ynë në terren nga Selia Blu, do doja të kisha edhe një koment nga Koka. Pse dreqin, ose madje po të citoj këtu një pyetje të artikullit të hashtagut kur u fol për këtë skandalin e Ballukut. Çfarë di Balluku që e bën kaq të paprekshë për Ramën, që e bën kostoja asaj që ajo di shumë më të rëndë se kosto që po paguan vetë Rama sot? Shiko, mendoj që dhe e kam qëndrim për sado që duket sikur Rama po tenton na bëjë neve të besojmë se Belinda Balluku po e kërcënon atë ose i ka diçka që nuk është. Nuk mendoj që Belinda Balluku qenë më afërt se sa Arben Ahmetaj. Nuk mendoj që Belinda Balluku di më shumë, po themi, se sa që dinte Erion Veliaj. Ose Ilir Beqa. Ose Ilir Beqa, ose Sajmir Tahiri, ose Fatmir Xhafa, e sa njerëz të cilës i vënë shper koka politikisht nga zoti Rama. Ama si asnjëherë tjetër, me rastin e Belinda Ballukut nuk është të shkuar afër Ramës nga drejtësia. Dhe unë mendoj që kjo është e vetmi arsye që kësaj herë nuk është e vërtet, është krejt e kundërt asaj që duket. Pra nuk është zoti Rama që po i bën mburojen politike Belinda Ballukut, por është zoti Rama që po e përdor Belinda Ballukun si alibi politike për të mbrojtur për vete. Sepse po të shikoni mënyrën se si u përdor alibia e Ballukut për të çaktivizuar mekanizmin e pezullimit që ishte në kodin penal. Apo dhe iniciativa e re gjykatës lartë për ta bërë. Patjetër, ajo është në gati është një lloj ulëritëse. Jo, është ngushëlluese,
sepse zoti Rama, me atë që po bën me gjykatën e lartë, beson që një ditë edhe ai mund të ketë një mas me arrest me burg. Po lajmëron që po i vjen radha pak a shumë. Ajo po ta lexosh me kujdes, pra zoti Rama nuk të gjithë ata që njohin nuk është se ka në ndjesi për ndokën. Pra nuk është se po i ndridhimset Belinda Balluku se po shkon burg. Jo. Mënyra se si po veprohet, pra gjeti mekanizëm, gjeti pionerin e Enverit, Sokol Sadushin, për të marrë me të ndrejsin. Po, patjetër. Dhe për mua ajo është lajm shumë i mirë. Pra në lajmet e këqija, ajo është një lajm shumë i mirë, sepse zoti Rama po na tregon neve që me shumë gjas, një ditë kjo prokurori ose kjo drejtësi mund të kërkoj edhe arrestin e tij me burg. Dhe prandaj ai po mundohet ta çaktivizojë të mekanizëm. Sepse po të ishte ndërkundër, po ta kishte parimore për t'i mbrojtur këta zarat dhe hajdutet e vet, këtë gjë do ta kishte bërë që kur i ndodhi, po them kodën, Ilir Beqës, që realisht e ka pas shokë, ka pas mik dhe nuk ka dashur, po themi, të lëshojë, po detyrohet ta lëshon atëherë për hir të integrimit, siç thoshte Gysi, me qira fjalës. Dhe ne marrim vesh çfarë ndodh kështeti duke lexuar Gysin. Thjesht dhe kjo është parantezë. Për të kuptuar se ka funksionuar shteti i Edi Ramës, boll shikosh përgjimet dhe mënyrën si flet Gysa Gasi për shtetin dhe si komunikon Belinda Balluku për të menaxhuar shtetin dhe pushtetin që i ka dhënë Edi Rama. Para 5 minutash, nëse më lejon koka, një reagim i papritur mund ta konsideroj të ambasadës britanike në Tiranë. Nuk është nga ato reagime që jemi mësuar të lexojmë para protestave për masa sigurie, kujdes për shtetasit e tyre. Ambasada britanike thekson, po e lexoj këtë në ligjërat të drejtë, rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit të pavarësisë gjyqësore dhe njeh progresin e Shqipërisë në reformën gjyqësore që nga viti 2016 përfshir krijimin e SPAK-ut. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi mbeten partner të barabartë në mbështetjen e këtij progresi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e anëtarësimit në BE. Ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Kur e ka bërë këtë? Para 5 minutash. Çfarë thash para 10 minutash? Thash që unë pres deri në fund që kjo gjë të mos shkojë kështu siç është nisur. Zoti Rama e ka përdorur për mendimin tim. Kjo nuk është as diplomaci. Kjo është e qartë si drita e diellit. E kupton? Pra tashmë do shajmë edhe Britaninë që nuk di ta menaxhoj korrupsionin. Të korruptuar me sa duket, e kupton? Dhe do përfundojmë që i vetmi vend që di ta trajtoj mirë korrupsionin është Hungaria me këto ritme, sepse autokratët i ngjajnë njëri tjetrit. Kështu që për mendimin tim vërtet situata është dramatike, por mënyra se si po vepron Rama po tregon që realisht drejtësia në mos ka mbritur është duke shkuar drejti. Zoti Rama nuk tentoi ta çaktivizoj pezullimin sepse i dhimbse Belinda Balluku, sepse me atë pezullim Belinda Balluku u pezullua. Pra akti u krye me atë. Pyetja është, për çfarë duhet ta çaktivizoj këtë? I dhimbset Gent Sejko? I dhimbset Endri Shabani apo kryetari i gjykatës lart? Jo. Aty ai që i dhimbset është njeriu që është brenda listë dhe që është sigurisht që është kryeministri i Shqipërisë, sepse ai pa realisht që drejtësia përmes pezullimit mund të shkonte tek ai. Çështja e parapurgimit, ta thash dje për mua është lajm i mirë, sepse për të kuptuar çfarë halli ka Rama, shikon se si vepron vetë Rama dhe ai me të siç kuptuam që kishte me Gjermaninë kur ndorri pikërisht pra dhe tashmë është konfirmuar sepse një nga doset në të cilën, si më thon, ose dy doset të cilat realisht mund të shënojnë gordën e tij, dhe një Akshi dhe 2 Porto Romano, sepse edhe Porto Romano me qira fjala ka ardhur nga Gjermania, të dyja këto dose, si më thon, janë doset të cilat shkojnë drejt përse drejti tek zoti Rama dhe pa diskutim për këtë gjë do t'ia njohim një lloj merite edhe ish zëvendës kryeministrit dhe bashkëpunëtorit tonë të ngushtë zotit Arben Ahmetaj. Tashmë e kupton sepse praktikisht profecitë e tij vetëpërmbushëse gjithmonë më shumë i tregojnë shqiptarëve kush i ka qeverisur dhe kë kanë akoma në krye. Para se të kaloj tek Klajdi Bolli, me që përmende shqiptarët, vetëm një kuriozitet. Si e shihni sjelljen e qytetarëve shqiptar? A janë ata në një represion edhe propagandistik? Kam parasysh këtu lajmet e koha jon para një ore do shtyhet seanca e sotme, po jo vetëm koha, kishim bërë disa media nga ato pranë qeverisë. Po ndoshta një përpjekje e fundit e dëshpëruar për të dekurajuar shqiptarët për të dalë. Shiko, unë e parë punës shqiptarët të paktën ata që a janë njëjtët që thoshte dikur Berisha që janë para nesh në veprime dhe në qëllime? Shiko, kjo është, ta thash, kjo nuk është ditë e vështirë për opozitën.